Alo, mirë dita. Mirë dita, zotrin, nga telefonon? Telefonon nga Gjilani, Astriti nga Gjilani, ju lutem. Zotri Astrit, si je? Mirë me juve gjithmonë. Mba qefi, kush i ka fajt nëse shkojmë në zgjedhje? Pa fajt i ka qëre. Çdo njeri i pjekun politikisht edhe që racionalisht mendon se kush i ka fajt i ka absolut opozita. Opozita, pse çka do të bëjë Qëra, opozita kur don, më fal, vetë ta interpretoj mendimin. Kur don me zgjidh problemin, kjo për shtet, nuk është për parti. Partia i ka fitu, zgjedhjet e ditën e mirë. Këtu do të më dhon kontributin për shtet. Jo me thon aty, me thon, hajde se unë po rrim opozitë. O zotni, ti po rrin opozitë, po gjendja aktuale ndërkombëtare po na sugjeron që patjetër na duhet me formuar institucionet. Atëherë amerikanët krejt, ti pe kritikon nëse pe kritikon ti po punon kundër Amerikës, se s'po kontribon me zgjidhjen problemin e institucionet, kryetarë sidomos. Po shkon për shembull PDK-ja po thotë unë në opozitë. Ka lehtë. LDK-ja faleminderit për tyne, gjysa tyne kanë ofruar marrëveshje, gjysa tyne jo. Çka është në mjet tyne nuk e di. LDK-n kom qef me pasi si parti kontribuese, se ashtu e ka rolin. Vetë vendosja po përpiqet vetë nuk mund. Aleanca i shton atje 7 pika, o ti zotni 7 pika po, në rast se ti don shtetin atëherë përpiqu edhe shko atje thonë që shka për hir situatës unë kontribuoj për shtetin. Mendoj se opozita i ka fajt. Shumë bisedës që ti ke dëshirë ti me i pa në koalicion vetë vendosin edhe LDK-n, apo? Po, ashtu më flen, zemra ashtu më flen. Gjithmonë kom qef ata dy se janë pak ma të kultur, më falë që po përdori këta, po janë ma të arsyeshëm. Politikisht ndikojnë ma në popull. Këta do të më reformu, aty janë do të arzana, falë që po të në PDK do të arzana që ata s'dojnë me libra, më. Haj, thotë, une që shtu, në qovë se ti e bon ato, une jap dorëheqje. O, Tarzan, si je për familje tonë, po je për shtetë, s'ki nevoja që me folën ashtu. Po fol pak, me të marrë vesh këj popull, kontribo për këtë popull. Më pa që po asena, po unë kom shef shtetin tem, qëtë shtetë e du, qëtë shtetë e kom, edhe kom qef ata njerë që na përvasoj njëve, mu kon të arsy shumë. Sigurisht, faleminderit shumë. Për ju për shëndes, faleminderit. Edhe ne ty, ciao. Mirë, ishte me ndëgjuz nga Gjilani.